Disa ditë më parë, publiku shqiptar u përball me një lajm të rëndë që tronditi botën e artit dhe muzikës. Këngëtare e njohur shpat kasapin ndroi e papritur pas një sulmi kardiak. Vdekja e tij la një boshllok të thellë tek familjarët, miqt, kolegët dhe të gjithë ata që e kanë ndjekur të vlerësuar gjatë viteve. Largimi i tij u përjetua si një humbje e madhe për skenën muzikore shqiptare, pasi shpati ishte një artist që kishte arritur të ndërtonte një lidhje të veçantë me publikun, duke u bërë pjesë e pandashme e kujtimeve dhe emocioneve të shumë njerëzve. Në ditët që pasuan tragjedinë, vëmendja e ndjekësve u përqendrua te bashkëshortja e tij, Selvia, e cila u përball me dhimbjen e pamas të humbjes së partnerit të saj. Në një veprim që u vë më një herë nga ndjekësit në rrjetet sociale, ajo fshihej pothuajse të gjitha fotografitë dhe postimet e mëparshme nga profili i saj. Largimi i këtyre imazheve interpretohet si një përpjekje për t'i dhënë vetes hapësirën e nevojshme emocionale dhe për të mbrojtur privatësinë e familjes në një moment jashtëzakonisht të vështirë. Aktualisht në profilin e saj ka mbetur vetëm 3 fotografi, ndër të cilat sfikat një imazh i përbashkët me shpatin, ku ata shfaqin të qeshur dhe të qetë, duke reflektuar momentet e ngrohta dhe të paharrueshme të jetës së tyre bashkëshortore. Ky gjest u konsiderua nga shumë njerëz një mënyrë e thjeshtë, por tepër domethënëse për të nderuar kujtimin e tij, për të ruajtur vetëm ato copëse që përfaqësojnë dashurinë dhe historinë e tyre në mënyrën më të pastër dhe më të sinqertë. Djegësit kanë reaguar me dhimbje dhe mirëkuptim, duke parë këtë veprim si një formë të heshturëzie dhe respekti. Mesazhet ngushëlluese kanë qenë të shumta, ndërsa publiku vazhdon të përkujtojë shpatkasapin përmes këngëve të tij, videove, intervistave dhe kujtimeve që ai ka lënë pas. Në këtë atmosferë zije kolektive, dashuria dhe mbështetja për familjen e tij shfaqen çdo ditë në komente dhe postime nga njerëz që e kanë dashur si artist dhe respektojnë si njeri. Humbja e shpatit është ndjerë gjërësisht, por kujtimi i tij mbetet i gjallë në zemrat e fansave dhe të afërmve. Gjithçka që ai la pas vazhdon të dëshmojë për personalitetin e tij të qetë, talentin e padiskutueshëm dhe dashurinë që ai shpërndau nëpërmjet artit. Në këtë moment zije, veprimi i bashkëshortes së tij shihet një mënyrë e prekshme për të ruajtur integritetin emocional të familjes dhe për të nderuar në mënyrën më të sinqertë njeriun që ajo humbi.